Kosova do të luajë më datë 15 nëntor përballë Slovenisë. Transferta mund të sigurojë tartanëve vendin në fazën e play-offit për botrorin 2026, kështu do të mjaftonte vetëm një barazim për ta. Situata është e paprecedent për Federatën Slovene që për herë të parë dje pasi nisi shitjen e biletave u detyrua të pezullojë përkohësisht. Shkak janë bërë kërkesat e shumta që vijnë nga tifozët e Kosovës. Për blerjen e biletave në sektorin e mysafirëve ju lutemi kontaktoni Federatën e Futbollit të ekipit mysafir. Gjatë blerjes së biletave në sektorin për tifozët sloven duhet të respektohen rreptësisht të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara nga organizatori. Hyrja në stadium përveç sektorit të mysafirëve nuk do të lejohet me simbole të përfaqësuese së Kosovës. Njoftohet për blerjen e biletave. Kështu të gjitha tashmë menaxhohen nga Federata e Futbollit të Kosovës. Megjithatë tashmë tifozët e Kosovës duket se kanë siguruar bileta në numër të konsiderueshëm përderisa u pezulluar shitja e tyre.